Si të tërhiqni pasurinë me Feng Shui, udhëzuesi plot për prosperitetin financiar. Përshëndetje miq të dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj. Mirë se vini në këtë video të veçantë ku do të flasim për një temë që prek zemrën e secilit prej nesh, si të tërhiqni pasurinë dhe bollkun në jetën tuaj duke përdorur parimet e lashta të Feng Shui. Unë jam këtu për t'ju treguar hap pas hapi nëpër sekrete që mund të transformojnë hapësirën tuaj të jetesës në një magnet për prosperitetin financiar. Kjo nuk është magji, por një sistem i bazuar në energji, harmoni dhe mendësi pozitive që kanë ndihmuar miliona njerëz në botë të arrijnë stabilitet ekonomik. Sot do të zgjerojmë dhe zbërthejmë në detaje të gjitha pikat kryesore të Feng Shuit për pasurinë. Do të fillojmë me gabimet e zakonshme që largojnë parat nga shtëpia juaj, pastaj do të kalojmë te sekreti kryesor, bazoja e pasurisë, duke shpjeguar formën, materialin dhe ngjyrat e saj. Le të fillojmë me pikën e parë, duke zbërthyer çdo aspekt në mënyrë të thellë dhe fantastike, duke përdorur shembuj real, shpjegime shkencore dhe këshilla praktike që mund t'i aplikoni sot. Pika 1. Gabimet që largojnë parat, bllokimet e energjisë dhe si t'i eliminoni ato. Le të fillojmë me bazat. Para se të tërhiqni pasurinë, duhet të pastroni hapësirën nga energjitë negative që veprojnë si pengesa të padukshme. Në Feng Shui, energjia quhet qi dhe kur ajo bllokohet, ajo ndikon drejt për drejt në rrjedhën e parave në jetën tuaj. Imagjinoni energjinë e padukshme. Si një lumë të pastër që sjell bollëk, nëse ka pengesa, lumi thahet dhe bashkë me të edhe portofoli juaj. Kjo pikë është thelbësore sepse shumë njerëz përqendrohen vetëm te tërheqja e re, pa hequr të vjetrën, dhe kjo është si të mbushni një kovë me vrima. Së pari, le të flasim për sofrën me shpinë nga dera. Ky është një gabim klasik që krijon pasiguri dhe ju bën të humbisni mundësitë financiare. Në Feng Shui, dera është porta e energjisë, ajo është si një derë e madhe ku hyn bollëku. Nëse sofra juaj është kthyer me shpinë drejt saj, ju ndjeni sikur dikush po ju sulmon nga pas, gjë që krijon ankth të nëndërgjegjshëm. Ky ankth përkthehet në vendime të gabuara financiare, si shpenzime impulsive ose frikë për të investuar. Zgjidhja: vendoseni sofrën në një pozicion komandues ku mund të shihni derën pa u kthyer. Kjo quhet pozicioni i malit në Feng Shui, ku ju ndjeni të sigurt dhe të kontrolluar. Tjetër, muret e qarë ose me vrima. Këto nuk janë thjesht defekte estetike, në Feng Shui, ato simbolizojnë rrjedhje të energjisë financiare. Imagjinoni murin si një mur mbrojtës të pasurisë suaj, një qarje është si një vrim në xhepin tuaj ku parat ikin gradualisht. Kjo mund të manifestohet si fatura të papritura, humbje të vogla ose vështirësi në mbajtjen e kursimeve. Për ta zbërthyer më tej, qarjet krijojnë një ndjesi të paqëndrueshmërisë, e cila ndikon në vetdijen tuaj, duke ju bërë të ndjeni sikur nuk meritoni bollë. Pastaj, fotot e të ndjerëve në vende qendrore. Kjo është një pikë delikate, por e rëndësishme. Feng Shui dallon energjinë aktive, vitale, e lidhur me bollëkun nga energjia pasive, reflektuese. Fotot e të ndjerëve janë energji pasive, reflektuese, dhe nëse janë në qendër të dhomës së ndenjes, ato mund të ulin vibracionin e lartë të energjisë aktive që nevojitet për të tërhequr para. Kjo nuk do të thotë t'i hidhni ato, respektoni kujtimet. Por mbajini në vende private, si dhoma gjumi ose një altar familjar. Kjo mban energjinë vitale në zonat sociale, duke lejuar qinë të rrjedhë lirshëm. Në kulturën tonë shqiptare, ku familja është e shenjtë, kjo mund të duket e vështirë, por mendoni për të si një balancim, nderoni të kaluarën pa e lënë të pengojë të ardhmen. Së fundi, zënkat ose debatet. Energjia negative e tyre mbetet në ajër si një mjegull toksike, duke bllokuar bollkun. Dhoma e ndenjes duhet të jetë një oazë paqeje, ku diskutimet janë konstruktive. Për ta pastruar, praktikoni falje dhe meditim, thoni një lutje të thjeshtë çdo mbrëmje, lëshoj të gjitha energjitë negative dhe ftoj bollëkun. Pika 2. Sekreti kryesor, bazoja e pasurisë si mjet për grumbullim pasiv. Tani le të kalojmë te zemra e këtij udhëzuesi. Bazoja e pasurisë, një mjet i lashtë që vepron si një magnet pasiv për bollë. Kjo vazo nuk është thjesht një objekt dekorativ,
ajo është një simbol i fuqishëm që grumbullon energjinë të pasurisë, duke e mbajtur atë brenda shtëpisë suaj. Në Feng Shui, ajo përfaqëson një depozit energjetike, ku pasuria rritet gradualisht si një llogari bankare. Imagjinoni atë si një thesor të padukshëm që tërheq mundësi financiare pa mundim të madh. Kjo është magjia e saj pasive. Forma e vazos është kritike, ajo duhet të jetë e rrumbullakët, me një bark të gjerë për të mbajtur pasurinë dhe një hapje të ngushtë që parandalon daljen e saj. Kjo formë simbolizon bollëkun që hyn lehtë dhe qëndron brenda. Nëse hapja është shumë e gjerë, energjia shpërndahet, nëse është shumë e ngushtë, bollëku nuk hyn. Për shembull, mendoni për një vazo si një shishe vere, barku i gjerë mban shumë, por qafa e ngushtë e mban të sigurt. Dhe domosdoshmërisht, ajo duhet të ketë një kapak. Kapaku është si një vulë sigurie, duke mbyllur energjinë brenda dhe duke parandaluar ndikimet negative. Pa kapak, vazoja humb fuqinë e saj si një llogari bankare pa kod sigurie. Materiali është po aq i rëndësishëm. Më të mirat janë qeramika ose qelçi. Qeramika, e bërë nga toka, simbolizon stabilitetin dhe rrënjet e forta. Ajo është si toka pjellore ku rritet pasuria. Qelçi, nga ana tjetër, përfaqëson pastërtinë dhe transparencën, duke lejuar energjinë të rrjedhë pa pengesa. Shmangni plastikën absolutisht. Plastika është sintetike, e paqëndrueshme dhe nuk lejon qind të qarkullojë natyrshëm. Ajo krijon një energji toksike që largon bollëkun. Në praktik, zgjidhni një vazo qeramike artizanale nga Shqipëria ose një të qelçë të pastër nga dyqanet lokale. Kjo jo vetëm që mbështet ekonominë tonë, por edhe amplifikon energjinë vendase. Ngjyrat luajnë një rol fantastik në vibracionin e vazos. Gold, ari, është ngjyra e pasurisë supreme, duke tërhequr bollëk si një magnet. Fildishi simbolizon pastërtinë dhe qetësinë, duke krijuar një bazë të qëndrueshme. Jeshile e hapur përfaqëson rritjen dhe bollëkun natyror, si pemët që lulëzojnë. Kafeja është ngjyra e tokës, duke ofruar stabilitet. Kombinojini ato për efekt maksimal, për shembull, një vazo kafe me detaje gold. Studimet në psikologjinë e ngjyrave tregojnë se ari rrit motivimin financiar, duke ju bërë më të fokusuar në qëllime. Zbërthyer kështu, vazoja e pasurisë bëhet një mjet personal që reflekton mendësinë tuaj, duke e krijuar atë, ju deklaroni universin se jeni gati për bollë. Pika 3. Çfarë duhet të vendosni brenda vazos, përbërësit magjik për bollë? Brenda vazos, ju krijoni një recetë energjetike që amplifikon pasurinë. Çdo element ka një rol specifik, duke krijuar një energji fantastike. Filloni me moneda metalike, ato duhet të jenë reale, të pastra dhe shkëlqyese. Metalet tërheqin elementin metal në Feng Shui, i cili është i lidhur me pasurinë. Monedat simbolizojnë para të vërteta, duke tërhequr më shumë prej tyre. Pastroni ato me ujë dhe krit për të hequr energjitë e vjetra dhe vendosini në shtresa, sa më shumë, aq më mirë, por filloni me 9, numër fatlum. Kjo krijon një vibracion të lartë që tërheq mundësi si punë të reja ose trashëgimi. Pastaj, kanela ose ara moska. Kanela është një erëz magjike që stimulon qartësinë mendore për vendime financiare. Ajo ngro energjinë, duke larguar mendimet negative dhe duke ju bërë më të zgjuar në buxhetim. Ara moska shton një prekje luksi, duke tërhequr bollëk të madh. Vendosini në qese të vogla përdhure për të mbajtur aromën. Aroma luan rol në nënvetdijen tuaj, duke krijuar një asociacion pozitiv me paratë. Kristalet janë yjet e vazos. Citrini, i njohur si guri i tregtarit, tërheq sukses në biznes. Ai është i verdhë si ari, duke amplifikuar bollëkun. Kuarci pastron energjinë, ndërsa qelibari ofron mbrojtje. Pastroni ato në hënë të plot për fuqi maksimale. Shtoni 3 deri 5 copë për balancë. Në fund, një pohim pozitiv, shkruajeni me dorë në kohën e tashme, si unë kam gjithmonë mjaftueshëm për të jetuar mirë. Ky është ligji i tërheqjes në veprim, fjala e shkruar amplifikon mendimin. Vendoseni në fund si një themel, duke krijuar një bazë mendore për bollë. Kombinimi i tyre krijon një bombë energjetike që rrit pasurinë gradualisht.
Pika 4. Ku ta vendosni vazon, pozicionimi strategjik për maksimum efekt. Pozicionimi është qelësi, vazoja duhet të jetë në këndin juglindor, sektori i pasurisë në Feng Shui. Përdorni një busull ose app në telefon për ta gjetur. Ky drejtim është i lidhur me elementin dru, që simbolizon rritjen. Nëse shtëpia juaj nuk ka këtë kënd të qartë, përdorni atë në dhomën e ndenjes. Lartësia, në nivelin e belit ose pak më poshtë, që pasuria të rritet nga toka lart. Mos e vendosni lart, kjo e bën bollëkun të parritshëm. Nga toka, energjia ngrihet si një pemë. Vendi, në një zonë të qetë, me dritë të mirë, larg banjës, rrjedhje ujë baraz me rrjedhje parash, larg kuzhinës, zjarr është shkatërim dhe larg shkallëve, rrjedhje energjie. Kjo siguron që vazoja të punojë pa ndërhyrje. Mesazhi përfundimtar, Feng Shui si mënyrë jetese për prosperitet. Feng Shui nuk është magji, por një mënyrë për të rreshtuar mendësinë tuaj me bollëkun. Duke u kujdesur për hapësirën, ju tregoni respekt për financat, duke sjellë më shumë prosperitet. Filloni sot, rezultatet do t'ju habisin. Faleminderit për kohën. Abonohuni, bëni like dhe komentoni për më shumë. Shihemi së shpejti.